Flasim pak për punësimet që po realizohen tani më në fund le të themi në ansambël. Po, ja, drejt për së drejti vi nga mbledhja e cila u mbajt dhe u kontrolluan dokumentacionet të cilët do i zgjodhën, do me thënë, antarët të cilët do jesën në pjesën e punësimeve ku do mbahet së shpejti edhe audicioni. Dhe unë jam shumë i kënaqur edhe bile edhe pak më para e theksova që të rregulloj shumë më mirë këtë mindilin që për tash e kemi jam shumë i rahatshëm edhe jam shumë i kënaqur drejt për së drejti sepse të gjitha ata njerëz të cilët i kishin problematik që kanë prit 2 vjet me radhë që të hynë në punë, sot falë Zotit, faleminderit Zotit edhe faleminderit gjithë shoqënisë dashamirëve, sot ma u krye dhe ai mision. Jam shumë kështu edhe faqebardh që mund dalë para njerëzve. Sidoqoftë që ju e dini edhe keni lexuar edhe keni has në çdo portal që më kanë hudhë gur mbi mu, por nuk ka qenë dorën time ajo. Po sidoqoftë ajo këmbgulësia ime që do hyjnë ata të cilët kanë qenë marrëdhënie pune dhe janë largu nga puna dhe kanë ngel jashtë, ajo këmbgulësia ime sot është këtu që ata të cilët kanë qenë jashtë, po të njëjtët janë edhe brenda.